Shadow Clone. E ome? Ja, sot S'ka qëroslik, sot. jo, ka qëroslik. Pra se në... Sot do flasim për nuk e di se si doja dalësh sot. Unë? Unë kam një sak të gjatë vuaj të kolegë. Sot neve do fillojmë zyrtarisht. I ku plohni këtu. Ashtu, sagën e One Piece-it, dale. Po pse e di si e thu? Si këto komentatorë që janë me Reali, lu Barcelona, e kupto, jam të detyruar të thot gol. Ja to Kosovar. E sot do thosha, e ke nodin me Kosovarin, njëri specifikisht. Nëse, e në ti me këtë sot domethënë Ja. Shika, unë më pëlqen One Piece-i, po më kalodh shumë kjo zgjatja, stërzgjatja, më jam mësuar me faktin që okej, bëje, i jepi drejtim, edhe ec, miku im, ciao. Luj për venit 3 herë. Jo, s'luj për venit fare 3 herë. Po si s'ne, shimër qa kena bosh, si ma kanë kap këtë ivin këta dyktu për fërkën të koka. Se ma hodheve gjithën daj. Kjo e emocionu. Po që, Jo, s'ka të prej me hiç. Asë lojt prej me fare? Asë lojt prej me. U eksitu nga ivi. Drejsh. Nejse, e kuptoni qa kam bo, ka mor, rëdloj pa kapelin kështu, ka mor këte, të flasi për One Piece. E si ju keni prit dhe më... Flasim për ata atje. Ju keni prit dhe më dhënë ta tërtëroni, ta shikoni Arlinin under pressure. Për policje. Ajde gëzuar me ujë. Guzuar qoftë. Sa do knohë që mund të 3-4 episode. Shiko. Arlino, kam i pyetje që ta nis kështu. Jepi. E diet shprehjen tate? Butshëm. Butshëm, okay. Si fillove me pa One Piece-in? Shiko, One Piece-in e kam pa që nga fillimi. Pra, që kur... Gjithë që nga fillimi... Jo, se ke plot që ore kod me i jep të atëre Bang Bangu, por ishte film mas Naruto, se thash, okej, ja kalon kështu. Me gjithë si s'kam pun. Hajde, ta shofen e Sa shohem sa lërë Nëse ishte Dragon Ball, Naruto, One Piece pasaj, fillon të qufa e jep të atë One Piece. Se ishte kështu, i lëmë njani njerëkës. Aq vlerë Jo, kishte. e vërtet është atëherë nuk ka pas, do të thënë para shumë vitesh kur ne kena qenë fëmijë, nuk ka pas njëjtin popularitet, po ky brezi sot më boni. Pa e bon shumë se shiko, Luffy, më saktë, bë super karakter popullor sepse ngjante shumë me Goku. Pra, uria e madhe për mishin. Jo, se Naruto rrinte mrapa. Naruto e kishte i shkreti kështu me aperitive, kishte me ramen, kishte me lloj supresh. Naruto s'kishte legi varfri po pra mo, ja ty m'dil se ja ti ha. Naruto rrinte lip të leg, bonte në mision, e kapte në peshk aty, dhe ato ciron nga ishin, e kapte në gjosat, jo. Tu del peshku sa i pallat 15 kaç. Këto i ka lloj peshku. Ha pra. Edhe tek kështu, pa dashje. U bë popullor nga kjo, po realisht, si me të gjitha arbur, pa dashje, se asjoni nga ne, sërse erdhi njoni të veshi. Unë kam fillu me shumë dashje, me thonë drejtën. Po ti ke qenë merrit. Kam që sa e gamorë, para 2 vitesh. Lene mo që ke këput. Po, shiko, mendoj tani që One Piece është bë shumë popullor edhe prej futjes së këtyre grafikave, këto gjëra që bëjnë çik related, pra bëjnë sens me periudhën reale ku jemi. Po, më do të diskutojmë. Sepse, po pra, kjo është thelbi i One Piece. Ma janë thela këtu. Jo, thela, por ne do t'i jap thjesht si hinte, si foreshadow. Do i përshtaten formatin. Do i përshtaten formatin. Të lutem koleg. Edhe One Piece për këtë u bë i famshëm. Për aktualitetet që kishte, tematika si misia, që kam përshtypjen është një mix i lezetshëm i Dragon Ballit dhe Narutos. Pra atë që këto dy anime nuk arritën ta bënin dot individualisht, pra ti përmbledhin të gjitha tematikat, One Piece shkoi e bëri. Pra që do të thotë, Dragon Balli kishte në thelb shoqërinë, edhe hard working. Naruto kishte familjen, shoqërinë që po, kupton? Dhe këtë kokforcim, pra mos më ndërzu kurrë. Por kishte pjesën e luftrave, Naruto ndryshe nga One Piece që ndryshe nga Dragon Balli që ishte thjesht diçka fantazi, pra më shumë ishte fantazi dhe thjesht battle në krahasim me Naruto,
sepse Naruto filloi futi dhe gjëra reale. Pra, Shiko, e di që- Naruto ishte më shumë mesazh dhënës në filozofi. Po, e vërtet, kjo është. Ndërsa One Piece e bëri related vëlla me kohën reale, ai futi skllavërinë, futi Këtë mendoj edhe unë që Dragon Ball ishte iniciativa ishte spunta e parë pra për të futur. ishte ai moment i parë që njerëzit prezantohen me animet edhe mesazhet i jepen shumë drejt për drejt. Po, dhe kush është më, mesazhet jepen drejt për drejt sepse janë mesazhe të buta. Po, janë Dhe të buta. kush është mënyra më e mirë për ta inkorporuar diçka në subkonsciencën apo në konsciencën e njerëzve është që ti ta vendosësh avash, pra e mëson me thërmia. Ditë për ditë ka pak, ne. Eksakt. Aty ti hyn gjak, momentin që i hyn gjak dhe ka oreks për më tepër pastaj. Është si puna e stomakut për mik që i jep, ai do zgjerohet se elastik është. Njëjta gjë është dhe mendja e njeriu. Sa më shumë ti japësh, aq më shumë do. Por që diferenca mendoj Naruto është fiks estetik që është shumë filozofike si anime, du të rrish me lapse letre. Naruto po bravo, ka këtë gjë që është shumë emotive. Po, Naruto është si ta them unë, të lexosh një libër nga një super shkrimtar Patjetër. Ta gjesh se çka ka menduar autori aty. Po kjo është e bukur. Kurse One Piece nga ana tjetër deri diku ti jep shablonë, ti jep të gatshme. Ti jep, po ka shumë të tjera që janë shumë thella që duhet. Patjetër, ti shiko. Duhet një nivel inteligjence që ti kuptosh, për ndryshe patjetër, shiko. Ky peshkë din gjala. Eksakt. Po ti marrim për shembull nga fillimi One Piece. Si nis me Luffy në kazon birre. Kavanoz tërshish. Ja, pra. Nisi puna e këtyre të Eldorado, që janë fut me rëndë tek fuqia turshive. Nis direkt, ky nuk tregon është nga ato anime që ka filluar që nuk tregon as lloj gjoje. S'ka intro. Ore intro është, se mos gabofsha unë prezantimi, intro e parë që është flet për Goldie Rogerin që tregon era e piratëve, po fillon diçka e re, po çka ka ndodhur. Ishte stil komplet Dragon Ball dhe Naruto kjo gjëja. Mundon pra imitacioni kësaj për të bërë një prezantim të njerëzve. Më shumë Naruto. Më shumë Dragon Ball, sepse Dragon Ball e ka pas këtë që bëj kjo gjëja dhe vinte titulli. Po, domethënë varet se ka një problem Arlin. Shumica e njerëzve se kanë pa Dragon Ballin, jo zën. Po. E kupton se të hysh direkt te zëja, pa Dragon Ballin prap është stil okay. E kupton se ti familiarizohesh me karakteret, nuk është të intereson shumë që ka qenë dikur i rëndësishëm dhe janë, çfarë nuk bën. Eksakt. E kupton? Por që Naruto për shembull, nëse nuk e shef nga episodi i parë dhe fillon Shippuden direkt. Jo, s'bën sens fare. Nuk kështu, as One Piece nga ana tjetër. Shiko, të treja këto janë anime që edhe fillerat kanë një kuptim. Po. Pra ti në një filler ti ke marrë një hint që do dalë më vonë. Se nuk janë kod, më vërtet janë bë këto filler në herë dhe kështu si tip shortcut që prodhimi të vazhdoj, po mos të ndërpritet. Atë po diskutonim të dy para ca ditësh që thash që Oda mahet si mreti foreshadowing. E kupton, ndërkohë te superi, se thon ky Rahmetliu nuk ka bëj gjë. Te superi, Ultra Instincti ka dalë 100 episodin e parë të superit. Po, e vërtet. Kur Goku transformohet Super Saiyan 3, që ndeshet me virusin. Drejt virusit dhe instinktivisht trupi ndalon vetë dhe thotë ore çfarë ndodhi se Observation Aki. I lutem se këto kanë ardhur mbrapa. Pra. Ne kemi Ultra Instinct në partisë tonë. Ne kemi gjëna të bukura. Edhe tjetra pastaj është kur mbaron turneu me te universin 6, që Goku bëhet Kaioken herë 20, e kupto, edhe bëhet aq shumë i fuqishëm sa që nuk mund ta kontrollojë dot trupin e vet, edhe është i skenjë që vje Bulma me makinë, gati për ta përplasur fup shmangët, e kupto? Del do më ja fut me grush, siç është klasike për herë që ky lufton me Majin Buu dhe ja fut Bulën me grush dhe bëhet xhunga kaq, e kupton që janë këto memet. Edhe ky thjesht e shmang prap instinktivisht, domethënë Bulma se kupton çfarë ndodhi, po as Goku vetë se kupton çfarë ndodhi. Pastaj ka hinte të tjera sa dosh prap derisa shkonte Ultra Instinkti, e kupton? Që janë këto episodet që thotë ja, kot, e kupton? Se Goku me peshk ndor të hec në rrugë, who cares? Patjetër. Nëse okay, të kthehemi pak tek themi te One Piece, se u bën nga 10 minuta që po flasim përgjithësi. Futemi tamam temë të muhabetit. Tani futemi tamam temë të sanduiçit, ha. Nis me Lufin që është më na thon fuqis birrës. Po. E ka Alvida si peshk. E ka Alvida, bravo. Si peshk e ka proof. Eksakt. Alvida në atë moment është si këto si tetorita të pallatit 176. Edhe më thonë që ha burra. Eksakt. Del Alvida i kujton se është
pjeshka më e bukur në bllokun e. Jo, për lagjen që ishte ajo. Mirë, Që ishin vërtet. gjithë burra dhe vetja femër, e kuptoj, ishte. Jo, më rregull. Lutem shumë. Thaja kapa dhe i kohë. Edhe që ke qenë e fejuar, ke qenë atë mbaje. Të takzoshte. Dhe njifet me Kobin. Kobi një kalama Klufi numër 1 i One Piece-it. Pro Max 2.0 që na bëhet më vonë kush na bëhet, po e kemi të episodet e tjera. Nëse, njifet me Kobin, domethënë Luffy për mendimin tim që në episodin e parë Oda ka dashur ta paraqisi si ai tipi mos kokçar, se kuptoj që Po është totalisht Goku. Se vriste menjen për asnjë lloj gjoje. Më kujtohet një meme që e kanë bërë shpesh, e kupton që thoshte Madara kishte plan super genial që ta fuste botën Genjutsu, që është ai budalliku, e kupton? E gjithë të planet e tyre të tjera, dhe thoshte vjen Luffy pastaj që thotë nëse ne skemi një plan, armiku s'ka si të na zbuloj planin. Eksakt. Sa dark ishte super wise, kupton për budallikun e vet. Jo, për budallikun e vet, tamam valla, ti s'ke plan, bëje si dali, e kupton. Si ta kuptoj. Edhe thjesht e bë fason atë tjetri thotë unë prisja të vishe par djeti që ti po për zemër, e tretit me vonesë. E mos e ndonjë punë nga pang hazardi. Kam një teori do kaloj shumë ndoshta përpara. Kot është diçka e shkurtër që po sikur Imu tjetë si Madara. E ke menduar ndonjëherë? Jo, unë kanë menduar histori tjera, po. Sepse llogarit e pak, ky ka qenë që nga koha lash, pra njëta gjë ndodhet te Naruto me Madara. Në kjo është teori konspirative që thjesht më ka ardhur tash në moment. Ja nga këto what if-sat që jo, merr në moment tani, domethënë nuk është se po e shoh diku. Eksakt, nga këtë që po flisem, kujtove Madarën edhe po I bisha lapsit. Me çka kanë dalë tash edhe manga, po shoh këto me këtë nefertari. Po jo Madara, po sikur të jetë Hagoromo, ç'është ai? Jo, Hagoromo është tjetër gjë. Hagoromo ishte një nga këta dy fëmijët e Kaguyës që u bë. Po pra, po e pe teorinë që kishin nxjerrë te manga të fundit për Imun, që ky Xebex çka ka emrin, edhe Joy Boy ishin vëllezër, domethënë David Jones. Ishte ky tjetë the father of po pra, ky thuhet, nuk e dia është tamam të mangës se kam pa dhe I don't wanna see it. Mos na gjykoni. Ja, pse ke vazh? Shikoj se tham që do nisim nga fillimi, po nisim çik mbrapa. Jo, po diskutojmë te pjesën e fundit se do na pyesin gjithë për këtë. Po flasim tash dhe vazhdojmë pastaj ç'ishte One Piece. Ky Imu tash në vetvete kishte dy, nuk e specifikon djem, po dy të tjerë, siç kishte Hagoromo, që kishte Indo dhe Kaguya. Kaguya, m'fal. Edhe njëri ishte I keqi, David Jones, që u dënua që të jetonte në fund detit, praktikisht e kanë bërë related edhe me historinë e vërtetë, po, legjendë. Edhe tjetri ishte Joy Boy, e kupton? Është literalisht e njëjta histori si te Naruto, që njëri është I zgjuar, po këto e shohin si të keq sepse ky kishte perspektivë. Ja, ashtu pastaj në atë perspektivën ta dalim te Indra dhe Ashura, jo te Kaguya. Edhe tjetri ishte budalla I lezetshëm, por që ishte popullor sepse e donin njerëzit, sepse njerëzit nuk donin dikë inteligjencë, që thoshte ju duhet të shkoni gjithë në shkollë, mësoni të bëni këto rregulla, këto budalliqe. E kupton, njerëzit thonë hami ça bukë dhe shnet. Kaq, se jetojnë për të jetuar. Kapite po. Edhe kjo, prandaj mendoj që Oda ka arriti fare ose gjithë ta vlla, ose ne jemi shumë qorra, që këta po na japin gjithë njëjtin mesazh që ka një të mirë dhe një të keq, se nuk do them ka kopju Naruton, se mund edhe ta kesh. Jo, shiko, kopim nuk është sepse në fund ditës është diçka që është fakti jetësor. Pra e mirës mund të thotë të patë keqen, pra janë të dyja bashkë, balans. Ndoshta duan na ngulisën realisht këtë lloj gjëje. Te teorinë që ta kam dhënë që thon do mbaroj One Piece, unë them që nuk do mbaroj në herë One Piece sepse do bëj diçka të t'ja theme. Thuaj më. Okej, super. Domethënë unë mendoj që do ndodhi me Luffy, do ndodhi e njëjta gjë që ndodhi me Rogerin. Po pra, Rogeri kishte kancer, çka kishte edhe vdiq. E di çfarë mund ndodhi me Luffy? Sepse Gear 5 I jep Exactly, konsumon jetën dhe ky do vihet drejt fundit vet dhe do arrit deri te Left Tail apo në fund të ishullit mësoj të vërtetën. Edhe do kuptoj që e vërteta, mbase është që this never ends. E kupton, mbaroi cikël, filloi cikël tjetër dhe kjo është arsyeja që njerëzit jetojnë vëlla. Jo, e di pse, sepse shiko pak, Rogeri aty thot Joy Boy-un do doja të jetoja në periudhën tënde. Po pra, Rogeri nuk ishte I zgjedhuri, se më thuaj pak cili ishte dark side e Rogerit. Dark side e Rogerit? Se për shembull te Luffy dark side ke Blackbeardin, që është literalisht I konfirmuar Xebexit. Te Rogeri kë kishte? Kishte Xebexin. Nuk ishin e njëjta gjeneratë zemra, dhe Xebexi nuk ishte një të mirë të anës vet.
Po nuk ishte. Sebeksi. Jo, nuk ishte. O nona, një sekond, se mos e ngatroj gjona. Jo, nuk po e ngatroj. Rogeri u përballë në primin e vet me pak më vonë se Ksebeksi, se tipo i rri teorisë që Ksebeksi me Joy Boya vlezër. Pra, po rrinte teoria jote konspirative. Po. Bravo, unë po them këtë tjetrin pra. Bazua edhe pak në ato spoilera manga që Jo kanë Ksebeksi, dalë. David Jonesi, që është David Jonesi është shumë më përpara 800 pra. vjeçar me Joy Po pra, Boy. atëherë Ksebeksi ka pas Rogerin pra paralel. Kjo është ideja. Po pra, po diferenca, zemra, që të funksionoje kjo gjëja, që t'jenë këta dy, jo vlezër, po t'jenë yin yang, e kupto, është që njoni të ketë Nika frutin, të ketë hunger, edhe tjetrit ketë dark frutin. Domethënë njoni të ketë që fuqinë. Po Ksebeksi nuk ishte dark fruit më duket. Apo Po ka prandaj pas dark fruit. nuk ka pas, pra kjo është diferenca. Se se mbaj, nuk e kanë specifikuar As akoma. Rogeri nuk kishte, e kupton? Domethënë këta kanë qenë thjesht katalizator, kanë zbulu historinë pa Po dashje. pra, po që të shkosh derisa ta zbulosh Laftelin, Po, edhe është do pjesë e s'bën i zgjedhur. Po pra, edhe arritën në pikën që nuk bonin dot asnjë gjë, sepse është një fragment që i thonë ore si e kapën Goldie Rogerin, pyesin Railin, e kupton? Se e kapën atë thotë dhe zvran asnjërin prej jush, e kupton? Dhe e din shumë mirë se ku ju jeni dhe kush ju jeni, dhe ai thjesht qesh, e kupton? Dhe i thotë nuk e kapi njëri, thotë thjesht dorëzu vetë, e kuptoi që he was not the one, edhe thjesht zbuloi që the one do vije pas 20 vitesh, që në këtë rast ishte Luffy. Edhe ja i takoi atë Madame Shirley te ishulli i peshë. Po, edhe kështu. Prandaj unë mendoj që unë them se Imu është diçka si Madara. Po, pra, i shgënjyer nga realiteti, sepse shiko pak, mund mendoj... po të marrim David Jonesin, mund të kenë qenë dhe Imu, jo, më falë, lere David Jonesin, po do merresha thjesht ta që dim konkretisht. Nuk po futem te personazhet tjerë që nuk e dim ato dalin apo legjenda. Po. Po marrim Ksebeksin, të falë, Imun edhe Joy Boy. Okej, po s'ka lidhje me njëra tjetrën. Eksakt. Njëtën gjë nuk kishte dhe Hashirama me Madarën. Ishin dy kampe komplet të ndryshme. Po Hashirama dhe Madara nuk ishin e njëjta gjë siç ishte për shembull Naruto dhe Sasuke. E kupton? Jo, ishte. Si ishte? Nuk e thot kërkun. Domethënë Naruto dhe Sasuke kishin të dy direkt kontakt me Hagoromon që i dha të dyve fuqinë. Po pra, po dhe Hashirama me Madarën ishin. Po jo më zemra i sekondashi, po jo më por janë i specifikojnë. Pra kur i nxjerr edhe në kolon aty që nxjerrin, po nuk e thotë që këta të dy kanë përdorur të njëjtat fuqi që ka përdor Hashirama kishte Seijutsu pra. Madara kishte Sharinganin. Ka ishin dy reincarnationat e asaj periudhe. Po pra, po të them e njëjta gjë ndodhi dhe me Rogersin me Ksebeksin, që po pra, njëri prej të dyve nuk ishte the chosen one, thjesht ishin paralel, po nuk shkuan në fazë. Po vlla thjesht ishin reincarnation, po ishin pra, po nuk plotsuan historinë për shkakun, siç pra, plotsoi Naruto me Sasuke, na kupton. Po këtë do e bëj tani pra. Këtë po e bën tani. Luffy me nuk e di se kë. Po pra, me Blackbeardin është pak për e sigurt ajo. Po përplasja do jetë. Jo, përplasja po. Foreshadowing sepse të kujtohet episodi kur këto përplasen te ai ishulli që nuk ndeshen me njëri që shkojnë dhe hanë. Po e di, që i thot ai dhej. Po nëse ata e thot për arsye sepse Blackbeardi kishte gjithë shpirtat e vet, gjithë kishte ngrënë. Jo kishte ngrënë, po kishte këtë tre koka, kishte lënë me tre koka. Nuk është për atë. Ideja është që ky gjithë ekuipazhin e vet i kishte thith me këtë darkun dhe mund t'i nxirrte kur donte, thjesht i merrte me vete po i mlidhte. Po e di më e bënte si ky tjetri. Edhe këta ndjen që kishte shpirtra të tjerë. Po, edhe ideja është që këta të dy që në fillim është bë foreshadow me episode Koti, idiotë që s'kan lidhje fare, janë komplet të kundërta me njëra tjetrën, janë yin yang. Okej, po kuptoj çfarë. Të dy kanë perspektiva të ndryshme për paqen. Patjetër. E kupton? Edhe besoj kjo do të përplasja fundit. Shikoj edhe Imu besoj se duhet të ketë pasi gjithmonë ka një spunto. Unë mendoj që Imu është katalizator i gjithë kësaj gjë. Ç'do të thotë? Ti mendon që ti je dikush mbas Imut? Jo, është katalizator për faktin që Imu do mbaj njërin anë ose të Blackbeardit ose të Luffyt, po nuk besoj se do mbaj të Luffy sepse Luffy është shumë idiot. Jo më lë, këta që janë idiot kanë treguar fakti që i bëjnë për vete dhe këta që janë të qut, po. Ideja është nuk e di, kam përshtypjen se jetë diçka si Madara, për të ketë një spunto duke marrë ndoshta edhe për këtë nefertari Lilin çfarë është kjo? Vivje ka hanë. Jo, Vivje është kjo e tanishmja, po marrim kohën atëhershme të Lilit, që ka diçka me Alabastën, shumë çuditshme. Domethënë ai ta ka dhënë ty, miku im, shi sa mirë është.
të ka lidh ty arkun e tretë. Po. Arkun e tretë, ai dytë nuk e mbaj mend si ka qenë. Se di se. Alabasta është kur dalin Grand Line. Po pra. Nëse ideja që ideja është që Alabasta është the center of the world. Po pra. A kupton, domethënë është qendra e ai ta ka dhënë ty që në fillim, imagjinoj. Çdo gjë, edhe nëse ne paralelizojmë Alabastën me jetën e përditshme ku ne jetojmë, mund të themi pa frikë që është ja mos më thuaj ti Shqipëria të Jo, po them Shqipëria, është kjo zemra, ky gjiu mesdhetar, lufta që bëhet në Izrael, domethënë gjithkohë që këto kanë qenë luftë gjithkohë, se kupton këto vende që janë të teknikisht make sense, sepse aty është lindja e njerëzimit me pak llafe. Domethënë që këtu ka filluar të zhvillohet çdo gjë, por është lindja e njerëzimit, se lindja e njerëzimit ta marrim ashtu nis në Afrikë, po. Po Afriku është aty zemra. Jo. Po gjiu po të them, nuk po të them Izrael koshot, po të them gjithaj gjiu bregdetar, sepse kontinentet kanë filluar të largohen nga njëra tjetra. Shiko, po mendo pak të gjën, se tash po bëj ca lidhje, kod domethën, okay, do bëjmë një ndryshim klasik. Super, ha. Sot do flasim teori. Vetëm teori, okay, po edhe sa related është me botën reale. Super. Dalim komplet jashtë skenarit, vllai që kishin bom plan me fol, se i kena në dorë që me i bë avash. Do na dalin vetë gjatë rrugës, Po, bëjmë episodin e parë. Eksakt. E çoj 2 orë të varet. Eksakt. Merr për shembull pak aktualitetin që jemi tani. Ndërpres vetë një sekond. Sa rastësi, nuk e di domethënë. Kam përshtypjen do dalësh aty ku do dalun, po jepi. Ma merr mendja, sa rastësi mund të jetë që Kobra edhe Papa hyn te ky veni në të njëjtën ditë, domethënë episodi del në të njëjtën ditë që Papa hyn atje dhe vdes mas javë. Eksakt. Nuk e di se si, kjo ishte një super, domethënë po ta marrësh nga ana edhe pyetja ashtu, ku hyni Papa? Ç'a ishte ai veni, domethënë që është vendi ku drejtohet gjithë bota, por nobody knows who they are. Po vetëm Papa është i lejuar të futet aty. Ma shpjego pak. Vetëm Kobra futej aty. Eksakt pra. Vetëm Kobra u leju teknikisht se. Po, u ftu më saktë, se nuk është se u leju, se. Jo, kishte do të bënte takim me 5 gorosejt. Aty që pastaj doli dhe i më që u shfaqu. Doli nga dushi para pishambre. Nuk ishin te Mari Jose Antonio Morata atje lart fare, ishte diku tjetër. Nuk e di këtë gjë. Nuk e di se ku ishte pra. Nuk e di se ku është, por shiko, unë mendoj që flasim për elitën. Nuk kupton? Është diçka që nobody knows, po e din shumë mirë që çfarë janë Royal Family, Papa, Drake Rothschild, Rockefeller e këto të tjerët. Pra gjithë i dim më tash janë shumë shablon dhe njerëzit kanë përshtypjen ndonjëherë nuk duan, thjesht i shohin, jo se nuk i shohin. Jo, i shohin. Se të bëj mu. I shohin, por nuk kanë fuqinë që të ndryshojnë me. Jo, njeriu ka fuqinë ta ndryshojë. Si se ke ndryshuar? Po se je. Ta shpjegoj shoku jo. Ta lidhi me jetën e përditshme. E kuptoj, po flasim me politikat e një vendi, nuk është Shqipëria. Patjetër. Një vend të korruptuar, e kuptoj? Ku është mafia ajo që kontrollon, po mafia është shteti ndërkohë. E kupton, po ku merr cilin vend dush ti. Patjetër, më këtë bën dhe One Piece për ligj, Marinës diçka të keqe. Po janë në masë se Marinat e One Piece janë ato që supozohet jenë të mirët, që disa janë. Po ti do ta tregon ai Bobi atje që ke me Rose, se çfarë është e mirë edhe. Aty më rri. Disa janë edhe disa nuk janë. A kupton? Se te Marinca disa janë të drejtë. Po mos e dy Garpi të krijoi swordin. Garpi është spada është latinisht, po nëse swordi anglisht, e kupton? Edhe këta ishin të pavarur vëlla që ore unë me dashmira filanit shkoj bidh unë më përgjegjësi. S'kam nevojë të marr leje ty, pra kjo është ideja. E para s'kam nevojë të marr leje ty si shtet, e dyta unë më përgjegjësi vetë që po më vrau, ti s'ke pse bë luftë për mua, e kupton? Është super e thjeshtë si logjik. Edhe kishin një farë drejte, po aty ishin gjithë ta, ishte smokeri, ishte... E di si është Garpi, të bëj një paralelizim vëlla me jetën, a? Selberisha. Jo mërë të që thu. Garpi është fiksi Che Guevara. Gaddafi jo. Pse jo mërë zemë? Jo. Hajde mërë ta lidhë shoku jot. Gaddafi e nëse nuk kanë lidhje direkte, mund të thojë që... Jo, e di kush është tamam si Che Guevara? Che Guevara është Dragoni. Dragoni sepse është revolucionar. Eksakt. Ky mund të jetë më shumë si
Ja, masaj, nuk është ai, më beso. Ta them unë se kush është Xhadolfi. Pastaj, pa merak. Po Xhadolfi. Digjini more. Shiko, ideja është Garpi mund të jetë si ky tjetri. Si e ka më Che Guevara ka qenë shoku i ngushtë, harrova. Fidel Castro. Fidel Castro, po. Jo. Castro, ky është. Jo Castro Zizo, Castro, Fideli. Ai më Fidel Castro. Po, Fidel Castro dhe Che Guevara se kanë qenë të njëjtës, domethënë, periudhë. Që kanë drejtu Kubën. E di kush është ky? Thuja kolumbiane se harro, Pablo Escobar. Ja. Po, ky është Pablo Escobar zemra, se shkoi te Marinefordi kur hyet atje lart, e kupton? Domethënë hyet te Marinsat, edhe thjesht nuk i bënte dot asnjë asnjë lloj gjoje, fix Pablo Escobar dy bë foto me çurin e vet para shtëpisë bardh. Në kërkim. Çeku e ke Bobin. Edhe kishte drejt. Edhe ky zemra u bë mret, ndërkohë Pablo Escobar ka kandiduar për president në Kolumbi, u bë president, e bën dethrone pastaj se e pa që donte të bënte mirë për njerëzit, por nuk njerëzit donin mirë, dhe tha hajde e ditë të shprehen time. Kapita, shneti. Edhe Shiko, për pjesën e kësaj tash se nisa për tek Grand Line. Po, që ishim te biseda Grand Line. Hapmi si vaj në lagrën. Po kështu. Se janë 1200 episode, sa ti bësh? Kështu sepse janë shumë related, pra ne po them edhe me kohën reale, ti the atë të papës, okay, kemi pa të gjithë, por mendo pa këtë. Kushtica e Hormuzit që jemi tani, luftën Iran me SBA dhe Izrael çfarë. Po, Grand Line. Eksakt. Pse është kaq e rëndësishme kjo ngushtica? Allah, sepse aty kalon thot 20% sa disa kalon. Çfarë 20%? Gjithë aty kalon. Jo, e naftës në botë. Hormuz, Suez, këto dy kanale. Po pra, kupton. Të shi llogarit e pak. Po shifsha një lajm para 2 ditësh, diçka e tillë. Se sot jemi diel edhe që quhet thoshte që okay, Irani e hapi ngushticën, tani nuk kesh bllokadën Amerika. Kupton? Unë e hapa thot ai vëlla. Tash normalisht filmi naftës do binte. Supozohet pra. Tash Amerika ngre pretendimin. O vlla, një sekond se ti u futa po do ta shpjegoj se çfarë po do të them pasaj në fund. Se po të shoh tan koreisht. Eksakt. Domethënë ti u futa në këtë luftë si një ndihmës për miku im. Pa ty nuk të prekte fare as Irani as Izraeli, le të han kokën e vet aty. Kupton? Varet. Or mik, ti ke problemin e naftës. Zgjidh problemin e naftës, mos zgjidh problemin e luftës, mos zgjidh një hall që nuk është i joti. Pra që të futesh ti pjesë e luftës. Varet prap. Po prit se ta varur nga komët edhe nga koka po deshe. Tani, ti ke një interes këtu. Ajo ngushtica është i pikë kyçe. Pra, e njëjta gjë edhe me Grand Line për shembull. Ty ku të nxirrte Grand Line? Çfarë benefitesh kishe me Grand Line-in? Ose më saktë që të jap tamam atë idenë është vorbulla kur del nga Impel Downi, lufi, që është ajo vorbulla që o del në Impel Down, ose futesh tek kjo Marinefordi dhe tek Celestial Dragon, tek kjo pallati. Janë 3 pika kyçe. Pra, ka shumë related me pikat kryesore. Lufta për shembull që u bë na dehidratove, që u bë Amerika me pjesën e Amerikës Latine. Është komplet miku im. Lufta që ju bën fisit Kumës. Është komplet shfarrosje, është një genocid. Po. Dakor? Shiko, me sa, jo, nuk besoj se ka lidhje me atë, por që O vlla, është për çështje territoriale pra. Jo, nuk është për çështje, nuk mund të ketë lidhje direkt me fisin e Kumës, por mund të thush ideja mund të thush si shkatërron atë ishullin tashin fund fare. Eksakt, pra këtë harrova dhon se e kishte, Lulusjan, po, pak rëndësi ka, por qëllimi ishte të Lulusja jo për të shkatërruar Lulusjen, por për të shkatërruar mesazhin që ata dinin. Sepse që Venezuela ishte kjo fundit tash që u shkatërrua. Që morën atë Maduron. Maduro ishte Kolumbia. Jo Kolumbia, jo Venezuela. Nëse çfarë? Nëse na thonin se si më. Maduron ai me Nike-un. E di për çfarë Amerika shkoi brenda ditës dhe ngreti në ajër atë tipin? Sepse u gjetën rezervat më të mëdha të naftës në botë. Jo.
Ja ta them, unë. Na lomër burri sekond. Po i ka Norvegjia. Po na Pak të me letra. Po na lomër burri sekond. I ka Norvegjia, por duhet dish diçka. E di që në Kanada për shembull nuk gërmojnë fare për naftë, mbledh sipër. Po e di. Nuk ka kosto fare. E di. Pse Amerika i thot Kanadas ti e motra ime e vogël. Po e di, o, miku im, përse Kanada Tani, e ka Dakor. gjitha iceberget më tutje. I ka të lagja një. Shiko, ka Norvegjia naftë. E kupton? Po e di cili është nafta më e mirë? Është sub dhe nord ekuatoriale. Po e di. Që do të thotë, nafta ekuatoriale, që janë këto venet arabe që po të ngulësh gishtin në rond diku del naftë, ka pa fund. Problemi është që atë naftën ti nuk arrin ta bësh dot në të njëjtin kualitet që bëhet nga Greqia e sipër. E di që Shqipëria ka naftë më të mirë se Greqia? Po e di. Sipër Shqipërisë tash ku fillojnë në Alpet e tutje, nafta fillon dhe degradohet edhe më cilësor është gazi. Po, kapita. Prandaj Rusia është, prandaj Rusia është një ndër vendet më të forta në botë për gazin. E kupton? Dhe tani lind nevoja, pse Shqipërinë për shembull po e bën fertile për naftën, po asnjëri s'flet, asnjëri s'grezo, e kupton se Shqipëria është një lulusja. Ke një numër të vogël populli që ka një ose ku dëgjon që Drum Island. Drum Island kanë kishin atë me protezë hekur se harrova emrin si e kishte. E ma e di. Që ishte diktator literalisht. Po, eksakt. Që ishulli Chopper. Që s'ja hante fare për popullin e shtypte si të donte qefi, po të vinte në i pushtus t'i kërkonte në i copë, thoshte po vlla vazhdo ti vetëm le mu të rrin front. E njëjta gjë ndodhet edhe me Shqipërinë dhe me shumë vende tjera si Shqipëria për momente. Dhe është fiks paralelizimi sa i vetëm glabëronte, kaq kishte ability. Lapte shumë edhe hante shumë. E kuptoj, edhe populli kishte frikë. Do të thënë populli kishin frikë nga njëri, do të thënë policat kishin frikë ti flisnin popullit se e dinin që populli kishte drejt, po nga njëna anë duhet mërshën detyrën. Duhet bënin detyrën sepse dikush tjetër që i kërcënonte sepse njisin hierarkinë kishin nga do që ta rrotulloje ishin të friksuar. Patjetër. Sepse populli ishte në stadin që nëse unë do dal dhe do bërtas, do lej punën dhe pa punë unë do hy, do përfundoj në burg për turp se po del për ditë, siç u bë. Domethënë aty te Drum Islandi i del edhe krahu i djathtë që ishte i Daltoni, i del kundra dhe përfundoi që Daltoni desh iku për sufllaqe, e kupton? Patjetër. Që ishte krahu i djathtë i këtij, se s'po kujtohet e emri tash. Daltoni ka qenë te King Cobra valla. Ha? Mos e ngatro. Daltoni ka qenë te Drum Islandi. Ai me jeshile. Jo, është ai që ka flokët si plumb. Ata janë, jo, ata që janë me flokët si plumb. Ai që thotë që bëhet shqiponja, skifter çfarë bëhet? Jo, Dalton është ai që bëhet si dem zemra. Po pra ishte ai jeshili, Dalton është ai jeshili, po i ke alabasta të dy ata. Po jo më burr. Prit. Ora 90% duket janë të dy. Te alabasta. Se e mbaj mend diçka të tillë. Mos e ngatro. Jo, nuk e ngatroj. Ose e ngatroj me emrin se pashte live action i tash. Amërti, o qato. Se nuk e mbaj mend. Po ky. Po pra ky. Jo, po është Alabasta, te Drum Islandi, është ky që bëhet. Atëherë ngatroj unë. I kanë emra të ngjashëm. Nëse jo, është një tjetër, një që ngjak kështu si fytyrë të formuar që është e Alabasta. Ai bëhet shqipon që plasi atë. Jo, ai po është dhe ky tjetër. Ai bëhet çakall. Nuk e di çfarë bëhet. Nëse, domethënë ky doli kundra këtij që ishte në ky, mund ta paralelizojmë prapë me Shqipërinë nëse do. Patjetër. Ë? I doli kundra dhe përfundoi para burgim, ka 3 vite, s'po del Daltoni. Eksakt, Daltoni. Nëse Daltoni tonë. As bën politikë. Jo. Është emisionani. Është emision tjetër. Mos i tregon gjitha. Edhe kjo ishte ideja, domethënë është nuk e di vëlla ky Oda sikur kanë nxjerr scouters, ha? Edhe me pa gjithë hallet e botës. Po mor. Edhe çdo ishull është në një shtet me halle. A kupton? Do me kap tjetër. Jepi. Whole Cake zemra. Te kjo. Është Disneyland. Jo, Whole Cake është Gjermania zemra. Pse? Jo. Merkeli. Jo. Si a kthen dhe njëri llafise. S'ka lidhje, jo, për mua ja shive. Jo, e di kush është Disneylandi? Do thosh është Pank Hazardi. Mendoje pak. Një vend ku sillen fëmijë. Dakor? Mendoje pak, një vend ku sillen fëmijë, i gënjej me karamele. Dhe i ke pa teoritë dark të Disney ç'a bëhet? Ai kam pa këta se unë kam pa. Jo, ti shohin, futen, është çik për zemër të fortë, po le të futen. Të keqen.
Ose ky Epstein Island. Po shifja një teori, domethënë një kështu video që Epstein Islandi kishte me një nga këto të kompanive, që është kjo e verdha që është si Splash, sa e ka hudh. Nickel. Nuk e di. Budallik, diçka e tillë. The same. Po ta Pra Disneylandi me punk hazardi, miku im. Mendoj pak pra. Fëmijët që Momo në suke. pra, eksakt. Pse është për shembull shturja ajo? Njëjta gjë te Pinoku. Edhe dikush është e bukur, se punk hazardi ruhej nga governments. Eksakt. Ku bëheshin eksperimente. Pikërisht. Governments nuk e dinin çfarë eksperimentesh bëheshin aty. Që do të thotë ata e dinin se po bëhej diçka tjetër, po ndërkohë ky Cezari ishte duke bërë diçka tjetër. Eksakt. Dhe Cezari nuk po punonte për governments. Dhe po punonte për Bobin si për teje. Dhe Bobi si për meje, po punonte për i Bob tjetër që ne s'kishim mur ta bosh. Jo, se duhet bota holli, ai aq i moll sa është. Nëse, domethënë është kjo hierarkia dhe Bobi këtu çfarë kishte emrin underground? Dofim. Jolly Kuq. Jokeri. E kupton? Po ta bësh relate prap. Domethënë gjithë e dinin kush ishte Jokeri, të gjithë e dinin. Asnjëri nuk e thoshte dot. Gjithë e din vëllas, po të marrësh Shqipërinë mos dal jashtë, po të marrësh shembull banal, a kupton? Gjithë e din se kush është filani, po gjithë bëjnë sikur se din. Eksakt pra. Këto janë ato gjona, shiko pak. Sa është të fol realitet. Domethënë kjo është diferenca e nëse mund ta paralelizojmë prapë Narutos me dis One Piece, se One Piece flet aq pastër për realitetin. Nuk i intereson, domethënë nuk ka literalisht nuk ka filtra fare o burr. Jo, ai është shablon lale. Kështu e mendoj dhe kështu po ta bëj. Unë kuptoj pse Oda deri më sot është gjallë akoma. Është apo s'është? Është, supozimisht, me letra. Po jo, episodet vazhdojnë, po se Naruto i ka hedh mesazhet, domethënë Naruto ka qenë më shumë edukues që hapni syt o njerëz. Kjo është ja bën mu fare, domethënë ky del pa filtra vlla, që e ke kobrën do të hyjë te ky vendi që nobody knows. E di ti që është një këshill në Europë, nga 31 veta. Po e di. 31. Është salla ku bës. Salla ku bëm mbledhjen këta. Jo. Ashtu ka emrin po. Kush janë këta 31 veta? 31 shtetet më të forta po. Kush janë këta veta që janë aty? Këtë se di unë. Këtë nuk e di. Supozimisht janë shiko pak, ka qenë një mbledhje, ka qenë një mbledhje. Okej, futu dhe më gjej një emër. Po mos e gjem. Nuk i gjem dot more, se kam kërku, kam ne 2 ditë rresh në Kurështja, po bëhet fjalë para disa kohësh. E para nuk ka datë se kur bëhet kjo gjoja, domethënë asnjë nga ne se datë ka, po ne se dim, e kupton? E dyta, këta njerëzit që vinë aty, supozimisht janë drejtuesit e shtetit. Patjetër. Njerëzit më të fuqishëm një shteti të caktuar. Për shembull, po të marr rastin në Itali është dikush, jo kryeministri, jo presidenti, është ky robi, që praktikisht është ajo memja si që është marioneta. E kupton? Kush është ky? Këto janë probleme pra që nuk dihen, po dhe s'dihen. Kjo është dalim të ajo muhabeti që everybody knows, po nobody can tell. Kështu që do t'jap një rast konkret. Besoj ke dëgju për Totorino, se s'ka njëri që s'ka dëgju. Për kë? Totorino, po patjetër. E kupton? Në ato vite Totorina ka qenë ai që ishte tek këshilli. Merre me drogë, se atë pun ka bë, po jo vetëm drogën, por për këtë mahet men. Totorina zemra ka qenë politikani më i fuqishëm i Italisë. Po. Literalisht politikani më i fuqishëm i Italisë. Për disa viteve radhë. Ishte aq i fuqishëm sa që dilte në rrugë vetëm, tek punë. E shikonin policia, nuk i bëshin dot gjë. Literalisht nuk i bëshin dot gjë. Takon të koka shteti, si Totorina ishte dhe tjere, do çdo shtet ka pas atë vetin. Edhe nuk kanë qenë thjesht njerëz budallënj, siç është bot ditë e sotme, njerëz që merreshin me drogë, po kanë qenë njerëz që kontrollonin ekonominë e shtetit. E kupton? Patjetër. Ishte super intelektual. Thjesht ka qenë ky Dark Knight, e kuptoj, jo ky që dilte dhe bërtiste. Eksakt. Domethënë dikush i paraqitshëm që del në televizor, edhe unë këtë mendoj, kështu mendoj dhe unë, domethënë morë shkas nga One Piece. Patjetër. Që edhe vendet ku ne jetojmë sot, kryeministra, presidenta, deputeta, leshi e çerto,
dëgjon gjitha nivelet drejtuese që supozohet jenë ligjvënës dhe ligjzbatues në të Patjetër, supozimisht, suppozimisht, e kupton? Këta janë thjesht marioneta të dikujt që është super intelektual, që mase mund të jetë për shembull në rastin tonë shqiptar ose jo, pak rëndësi ka, që ky tipi ose kjo ose ato, se sot zot bëj e marr, drejton shtetin, domethënë është praktikisht pronar jon. Patjetër. Ne thjesht jemi NPCs që vinë vërdall, qarkullojnë për të majtë këtë tipin aty. Patjetër më. Mund të themi masonët? Mund ta thush, po deri diku për shembull, masoneria ka disa, domethënë teori që mund të kapesh. Pra ke teorinë më të keqe që këta janë masonët, janë edhe Illuminati. Po. Pra e njëjta gjë. Por mund të mos janë dy gjëra këtë ndryshme në disa aspekte, sepse po të mor diçka që njihet e rëndomt dhe për momentin kanë dalë edhe flasë. Shiko, për masonët nuk është se kam shumë i info, kam nis një libër dhe më besoj që episodin tjetër do ta kem mbaruar atë librin që ta arrit të kuptoj. Masonët, sipas perspektivës time, janë thjesht njerëz me intelekt shumë të lartë dhe me një edukim të zhvilluar krahasim me njerëzit normal. Domethënë mësojnë gjëra që njerëzit nuk mësojnë në shkollë. Për shembull, ti mëson në shkollë që ti duhet lindësh, të rritesh, të edukohesh, të bësh një punë, të marrësh një nuse ose një burr, të shtosh racën tate dhe të vdesësh. Mas edhe me kredi. E kupton, masonët mësojnë ta shikojnë botën ndryshe, se si ti të lindesh, të edukohesh ndryshe, të mësosh se si jo të kontrollosh, po të influencosh njerëzit, pastaj kjo varet për mirë apo për keq çfarë është relative. Qofsha gabim ose janë informacione përciptëse që unë i kam marrë. E kupton, domethënë ti jesh një shembull burr. Patjetër. Pastaj pozitiv negativ it's up to you, se mund të jetë dhe klevje masoni që pra për shembull. E kupton? Për disa njerëz është pozitiv, për disa njerëz është negativ, është çështje perspektive. A se vend diskutim. Pagrancika, vetëm atë një mason zemra, prandaj se ka pa emrin. Okay, pra ne. Mund ka rastis të takoj, ku kam pas punuar në një lokal dikur vite më përpara. Kam pas pa një burrë dhe më bënin përshtypje unaza, kishte te gishte i vogël. Dakor, dhe kishte këtë simbolin e masonëve, domethënë këtë si A kështu. Me G, nuk e di si e ka. Anarkia, bravo. Dhe po shikoja. Edhe më bëri përshtypje në moment që po e shërbeja. Edhe ishte i huaj. Sa të pëlqen tha? Interesante, po diku e kam pasur simboli thash dhe nuk po më kujtohet. Është masoneriste, po është free mason tha. Dhe nuk e di çfarë diferencë ka. Mason të lirë. Nuk e di as tamam. Jo, nuk e di çfarë diferencë ka. Po pra, nuk e di çfarë diferencë, ma shpjegoj atëherë, nuk e mbaj mend. E di çfarë doja të paralelizoja. Që do të ta lidh prapë me jetën e përditshme që jetojmë prapë ne të dy edhe shumë të tjerë që do na shohin dhe ca të tjerë që nëse dim që ekzistojnë po nuk i kanë pak këto gjëna akoma. World Government e One Piece për të ruajtur balancimin e piratëve të mirë dhe të këqij, e kupton me njerëzve shpiku warlordsat. Patjetër. E kupton? Domethënë qëllimi i gjithë kësaj gjës ishte që Arlina je i fortë, je pirat. Di, unë të kuptoj ty që ti do me bëj jetën tate, do me qenë i lirë, do me qenë i pavarur, do me qenë te bota krimit, ishte lordi këtu që bonte ç'a bonte, e kupton? Por unë kam një kërkesë. Unë nuk do të vej bounty ty për shembull, ose nuk do të fus në kërkim, e di që ti ekziston, populli ty s'kap dot, e kupton? Por që unë do t'jap liri si shtet, si government. Me një kusht, që në momenti që ti do më duhesh mu për të bë punë të pista, unë si bëj vetë që mos krijoj figurë të keqe të popullit, po të marr ty në telefon e mbaroj punën ti. Eksakt. Edhe ky lordi thot, le lalen tat pa bounty tim, le të bëjmë dhe mret diku ku unë du që të kontrolloj ato çerrat e mi. E di, më dole fikse, diku e ka marr spunto oda për këtë, djem doli apar dje. Japonia, ku shpërtheu reaktori i Fukushimas, atëherë, problemi i madh ishte që njerëzit nuk futeshin dot më në reaktor. Po. Dhe çfarë bëri? Japonia, shteti atëherë, punsoi Yakuzën. Mafian. Bravo. Mafian japoneze. Yakuzën që të merrte njerëz, për shembull, në fillim kriminale, apo nuk ishin shumë, jo, nuk ishin shumë, më kupton? Dhe filluan të morën njerëz shumë homeless,
Po. Të pastre, kupton. Ti jap mundësinë për ti, dua më Jo, zjarr. jo, dhe nuk I thanë që kjo gjë është e rrezikshme, pra I thanë që do ndërtojmë aty. Po. Kupton, do pastrojmë, do ndërtojmë, do të thonë kjo gjë nuk është një reaktor që është gjë aktiv dhe ju do vdisni për 3.5 ditë. Po. Dhe këtë e bëri komplet në fshehtësi. Dhe nuk është përgjigj kur shteti japonez më për këtë lloj ndodhije që ka ndodhur. Dhe nuk e ka ndodhur reaktori Fukushima ka ndodhur diku nga 2000 sa. Mos gabofsha. Po pra diçka e tillë, nuk e mbaj mend, do ta googloj tash që po flasim, po nuk ka shumë vite. Se ka ndodhur mbas Çernobilit, shumë mbas Çernobilit. Dhe kanë vdekur me qindra mijëra njerëz që nuk e dinin. Pra dalte ky shembulli I government me warlords. Pra e akuzat teknikisht u bë warlords tek historia e Japonisë këtu në këtë rast. Nga armiku pseudo më I madh, domethënë që ka. Më kupton? Kur sot I akuzat I shef totalisht gjase dalin kështu I ke edhe ata janë shumë kollaj recognition se janë komplet kështu. Jo komplet. Tatuazhe. Jo, e di në Japoni për shkakun, nëse ti je një njeri normal dhe ti do të bëj tatuazh, po je japonez, jo kështu. Nuk të merr njëri përsi. Po, e vërtet. Nuk bën dot tatuazh, domethënë. Edhe problemi është që shiko, di çfarë më pëlqen pavarësisht se ata janë mafioz, nëse mund t'i quash kështu. Me turistat, jo me turistë, po në përgjithësi me të gjithë njerëzit nuk kanë asnjë lloj, e ke parasysh që të bëjnë për shembull këtu që jam I fortë, unë vllau të mor shpirtin e ku dëgjon të vrasë të bëhet presë, nuk ndodh me ata. Ata luftën e kanë vetëm mrena klaneve. Po vlla ja me njëri tjetrin ata shpërzihen. Ja shpërzihen vetëm në rastin që ato janë më altruista për popullin, se janë government zeta, kupton? Jo, ata janë njerëz që janë arrit në rrugë. Po. E njëjta gjë ndodh me piratët, pra janë njerëz që janë arritur, se shiko pak, është çështje spektri. Po ta marrim në këtë lloj forme. Shiko pak. Se e thot ai vetë fjalimi I vet, mua kjo më pëlqen te fjalimi I Dofit. Po. Se thot, ai që fiton, se thot ai, okay, Marina është e drejta dhe piratët janë të këqij. Po ai që fiton midis të dyve do ta rishkruaj thot. Historinë se kush është I mirë dhe kush është I keq. Po. Pra gjithmonë e keqja dhe e mira janë relative në bazë atij që e shkruan. Ky legjenda thot edhe diçka që unë kam kështu domethënë më zhbosi kështu rent free te kokainë. Fëmijët thot që lindin në një familje, po ja shqipëroj. Patjetër. Që nuk kanë pas asnjëherë probleme, janë fëmijë që kanë perspektivë, domethënë kanë një vizion tjetër, kanë interesa tjera për jetën, a kupton? Edhe fëmijët që lindin në një familje që s'kan asgjë, që kanë pa halle me sy e thjet thash. Kanë komplet perspektiva tjera për jetën. Është super e thjeshtë valla, mami, çdo mam e një fëmije që I ka siguruar minimalisht kushtet normale të jetesës. Patjetër. Thotë si ka mundësi që çuni apo goca filani që ka vujt gjithë jetën është shumë herë më mirë se ti sot, ndërsa ti që s'ka munguar asgjë e ke merrë vesh të lekë të rrysh shpatë, kupton? Kjo është ajo që do të thoshte Dofi. Eksakt. Që ti vlla nuk e vujt as unë që ti jesh dikush ose të çash në jetë vetë me forcat e tua, që ti jesh në të njëjtin nivel me atë që s'ka pas asnjë lloj gjoje. Dhe e di kush të bukur. Këta mirë që diskriminohen, këta që kanë lind me 100 halle, kanë lind direkt me borxhe, po edhe çajin më shumë dhe prap vjen far pike që këta që diskriminojnë thjesht bin dakord që është shumë I mirë vlla dhe he has to be your boss, nuk ke çat bosh. Patjetër, patjetër. Edhe e njëjta gjë ndodhi edhe me Dofin vet. Domethënë me Dofin si karakter, Dofi ishte Celestial Dragon, si familje. I ati thjesht vendosi, domethënë e gjykoi më të saktë që vlla unë nuk du të bëhem sklavo pronar edhe të sklavëroj njerëzit, po du që të jetoj një jetë me njerëz. Edhe shkoj fiks te këto njerëzit që s'kishin pa as I ditë të bardhë. E kupton? Do është pak reverse psychology sepse këta supozohet ishin në royal blood, po ulnin veten e tyre dhe po thonin që o vlla unë s'du me ta pi gjakun me ty, po du me jetu me ty. Eksakt. Po thjesht ajo uria e njerëzve, ajo urrëtia, ai mlefi që kishin prit gjithë te kohë që të ku dëgjon në burg. Shikoj, dikush janë këta për shkak të Celestial Dragon mundi të krahasojmë me politikanë. Po pra, mund ta bësh Gandhi, po e marr kot, po e fus kot. Po jo më ta krahasoj me shqiptarët, valla aty del një politikan I drejtë që vjen e ulet gjumë me popullin për shembull, që thotë valla unë nuk mendoj që të ta ngul ty, e kupton? Unë kam vendosur që të jem me ty dhe të ndihmoj të punoj për ty dhe gjithë
njerëzit janë lodh aq shumë nga këta tjerët, sa që gjithë këte mllëfin janë nxjerrin këtij që ulet gjumë me ty. Patjetër më. E kupton? Edhe Dofi kur lindi ishte e keqja është se Dofi supozoj të ishte te këta fëmijët që mos t'i mungonte asgjë, kuptohet, merrte kamzhikun dorë që tregon aty, ti thoshte këtyre skllëve këndo për mua, kërce për mua, rrotullohu, shtrihu, bëj ham. E kupton se që ja bonin gjithë tyne që kishin pa vujtje me sy, edhe Dofi ka vujt. Domethënë është një ndër karakteret më të vujtme. Por do ishim gjallër. Që ka vuajtur më shumë, pse se Dofin e kryzuan bashkë me Corazonin, bashkë me teatrin. E kupton? Njerëzit e Ti më ia vran para syve. Po, ti më ia vran para syve. Pse këto nuk ishin bë as si faj, po këta u dënuan për fajet që kishin bë tjerët. E kupton? Dhe ky u kryzu vlla dhe thjesht boni Awaken Conquer Haki që ishte që i përplasi gjithë tokë ta shtresën e dobët. E di si e paralelizoj, si e krahasoj unë këtë. Po të kthej pak mrapa në kohë. Para se të vinte kjo pjesa e komunizmit në Shqipëri, e kupton? Shqiptarët kanë qenë të ndamë me shtresa. Ka qenë shtresa punëtore, që atë kapacitet kishte, aq mundësi ishin ofruar nga të tjerë. Klasa punëtore që quhet. Nuk kishin mundësi me shku më lartë. Arsim s'kishte, nuk është si ditë e sotme që Ore nuk i lejonin të shkonin 2 veta nga një familje me universitet. Jo, nuk po të flas në kohën e komunizmit, po të flas para, ku ishte zogu dhe ajo pjesa tranzicionit. Okej, zogizmi këto tjera. Domethënë nuk kishte arsim në të njëjtën nivele që është sot, po njerëzit sot zgjedhin mos shkojnë në shkollë ose të shkojnë në shkollë po bëjnë karagjollliqe dhe pastaj dalin punojnë beton. Nëse atëherë s'ka pas fatkeqësisht shumica e njerëzve janë detyruar që të punonin punë hamall, që ku i thonë, të ndërtonin. Ka qenë dhe një shtres tjetër, që ishte elita, që kanë qenë të mbajtur kohë mbas kohe, e kupton dhe ishin shtresa e lartë, edukuar, me studime. Pjesa dërmuese ishin shkolluar jashtë. Po, shqiptarët pjesa dërmuese kanë qenë studime në La Sapienza, në Oxford, në Francë, në Gjermani. Në Amerikë, ku duhet. Në Amerikë, në Rusi ka pas prapë, e kupton. Ka qenë artista, Turqi, Greqi, ka qenë artista, e kupton, vinë në Shqipëri, e kupton. Edhe vinë me idenë që o vlla, unë kam marrë 2-3 men më shumë se ti, se ai tjetri, dhe unë po përpiqem të t'i jap ty këto men. E kupton? Po ti si hamall, pa ofenduar asnjërin, ti si i pashkolluar në kontekstin që s'ke pas mundësinë të shkollohesh dhe nuk di, domethënë deri kaq që ke horizontin ta. Deri kur nuk di është shumë okay, kur nuk do nis problemi. Po nuk do është problemi, po kur nuk di ti thjesht nuk ke larg pamën që ka dikush. Po vlla, thjesht dikush ka vënë një tabelë përpara dhe thjesht kaq, ti ke në dorë ta ngresh atë tabelën dhe të shohësh më tutje. Po pra, po ti, domethënë këta janë si ai kali që kanë këto që ja vjen këtu kështu edhe shohin vetëm drejt. Ndërkohë këtu anash do ta bëj prit, o vlla, se si e për të punu kështu. Edhe ç'a ndodhi në momentin që u bë Partia Komuniste e Shqipërisë, që erdhi dikush që s'kishte gram shkollë, po me shumë sukses arriti të drejtonte me një elitë që e shtrydhi vendin. E kupton? Gjëja e parë që boni ky lordi është që i preu kokat gjithë elitës, që është literalisht e njëjta gjë që ndodh me Don Flamingo. Në momentin e parë që dikujt nga populli i jep, domethënë, dikush që deri dje nuk dinte me lidhur shkurën e bregëve, sot literalisht i hapej ashtu dikujt që kishte studiuar në La Sapienza, që kishte dëgjuar këngë me disk dhe këta se dinin që ekzistonin këngët përveç gërnetës. Liberati. Kjo është fatkeqësia, domethënë se filmat shqiptare nuk i tregojnë të gjitha realitetet, se i kanë. Jo, është e mirë ti shikoni, por që mos i shikoni shablon. E pra, domethënë uluni dhe analizoni. Po ti ishti pjesën partijake, pra fakti që kanë qenë të detyruar ta bëjnë, një pjesë e mirë, shikoni një kualitet shumë të madh artistik. Dhe ç'a vërtet. Doni të shikoni një film tamam, që ja sugjeroj unë. Vlla, Udha e shkronja shikoni. Udha e shkronjave, një film shqiptar, shikoni vërtet se ç'a ndodh aty. Arlin, ajo është film që duhet lapse letra, nuk është për, domethënë, fëmijë të vegjël, domethënë se nuk do ta kuptoni. Ideja është që më kujtohet një skenë filmi
Nuk e di se si e ka emrin, dhe është ajo skena... Më thuaj se ta tregon. Është ajo skena që i thot, hadi Lara ha, tha mo mirë ti sa ata. Po, përballimi. Ashtu. E ka emrin përballimi. Edhe kjo është fiks ajo faza që sapo ka hyrë komunizmi, edhe partizanët që deri dje nuk manin dot kazmën, po fillon të mbanin armën, fillon të i morë gjithë tyre që kishin punu, që deri dje i mbanin punë me bukë, e kuptoj, i morën, i plaçkitën, i vodhën, i thanë ju do bëni barabartë me ne sot. Edhe, okej, dakor, ca ran, dakor, ca nuk ran, pak rëndësi ka, por që ideja është që tani unë të majta me bukë, të majta gjallë, e kupton, ndryshe nga ti unë kam 2 fëmijë sa aq kisha mundësi ti maja, ti bone 8, se s'kishe freksion, i ndjetro jo e jo, e kupton, edhe deri dje unë të majta me bukë, nuk lashe ti të vdesësh, i herë punove ti pagove, 3 herë tjera ti dhash vetë pa punu fare, e kupton, se kështu ka qenë, domethënë ky është realiteti. Ishin 3 pasur dhe 3.000 fëmijë, familje që s'kishin, se kështu i boni zogu, çfarë rëndësie ka. Ti nuk mund vish tash dhe djegë shtëpinë time sepse s'ke shtëpi për vete. Po këtë e bën për shkak. Kjo është trashëgu me breza në Shqipëri, kjo është trashëgu me brezat e One Piece që ke dofin që po flasim konkretisht dhe kjo nuk është vetëm Shqipëri si smundje, është gjitha ne. Domethënë çdo shtet që ka 99% të popullit varfër, e do me bast edhe sot. Po dalin e gjë që të kesh mundësi që këta që janë pushtet që po na kontrollojnë ne sot, njëri biri që t'ulet në gjunjë, shive çfarë bë populli. Ajo është 97 e ke prap. Ajo është bravo, është pak poetiku sa do ta thosha. 97 e ke prap. Po tash s'ka as armë, do çahen me thika. Me gura më? Me gura, po. Me gura më keq me thoj. Do i shohim pallatet Turon, jo thua ashtu. Nëse e keni pa ndonjëherë One Piece në këtë lloj perspektive apo keni pasi anime, se ju që komentoni Luffy apo Naruto se keni pa kështu që fillo shikojeni edhe herë nga e para në këtë lloj. Shikoni se do ka shumë, domethënë do bëjmë thjesht një pushim tash, nuk është se do e mbyllim. Po, ju thashun 2 orë sot. Ja, ai shumë, po. Do ta bëjmë një pushim të vogël, por shikojeni me një perspektivë pak më të gjerë, sa ai tipi që ka bërë 1000 episode, ka harxuar 40 vjet nga jeta vet për ta bërë këtë gjë, nuk është pall. Se pa e flas shumë trast tash. Nuk është pallosh. Dakor? Ka 2 mend më tepër, se përderisa ka mend me ndërtu 3600 histori të ndryshme karakteresh, ka ish mend sa mos ta harxoj kohën e vet si budall. Po pra, idiot është ai që ty të merr një Corazon për shembull, pastaj do hyn publicitet mbas ja 2 shembush thjesht. Ja, mos më futë Corazoni pastaj të publicitet. Jo, po do ta lëm për next part. E kupton, nuk po të marr Corazoni, po them të merr nisë Corazoni, vaj tani. Do ta diskutojmë pastaj Corazoni se ka shumë mesazhe të forta. Okej. E di pse thash Corazoni, se janë vëllezër të dy janë komplet pole të kundërta. Thjesht ky vlla ishte, domethënë si karakter, ky tha, ore unë këta është ajo që po thoya çfarë, unë këta i kam marrë me bukë vlla, i kam rriti, kam lënë që këta mos vdesin, edhe këta më vinë ma bëjnë më këtë gjë. Ndërkohë Corazoni është dikush tjetër që po si ky ka shumë shkollim të lartë, po thjesht kishte një prizëm më të gjerë të parit. Ai ndoshta legacy-n e teatrit, atë që do të bënte teatri. Jo, ai thjesht e kuptoi. Po pra, dhe ky e kuptoi. Por ky zgjodhi. Ky tha, ore, jo, ky un jam me këtë vlla. Me thon drejtën. Që ti jem realist me ty. Jo, do me dofin jam, pavarësisht se Corazonin e pëlqej sepse do doja ta ndiqja ato. Jo, Corazoni pëlqen edhe logjika Corazonit sepse ai tha, ore, un e kuptoj, un supozohet ti urrej këta, shumë e vërtet, jam dakord me këtë bobin tjetër, me këtë vllain e vogël, po ideja është e di si është puna, këto janë një njeng të dy zemra. Ai nuk e praktikoi dofin. Shiko pak, mos e harro këtë gjë. Jo, asnjëherë. Është një mesazh shumë i fortë që Oda ka dashur t'i japi tu, shihni mirë tash, kush se ka kuptuar. Perspektiva ime gjithmonë, ti ke 2 opsione në jetë. Ose të mësohesh me faktin, domethënë vetëm hera parë është e vështirë që të bëni dikush keq. Chillax, thjesht i dhe vizën të jeta jote, nuk i flet më, e kupton? Edhe zgjedh thjesht në paqe. E kupton? Në rastin tjetër, të bëni dikush keq, po flasim gjithmonë me të padrejtë, se ti mund ta kesh kërkuar, ka ardhur karat tjetër. Shumë real life implication kjo gjë që po thotim me ne të dy. Se ti e kështu lale, unë jam. Nejse. Unë jam si ai babuçi aty, ai shkokën vetë. Jo, edhe shiko, për ne atë. Edhe unë jam me këtë. Por kur cool off, e kupto, bëhem me Corazonin, sepse ky thot o vlla, nëse ti mund bim qaf, do unë s'ta kam për borx, unë thjesht vite ta kthej me të njëjtën monedë. Dhe unë për shumë vite edhe në herë prapë që të mos gënje, jam në të njëjtën logjik që ndjek dofi që
unë po të nimoj, e ti ma ngull mu, e kupton, ta ngull dhe unë ty, më, se s'ke në gjë më tepër se unë. Eksakt. E kupton, mund t'i ke masetet më të mëdha. Nëse, Okej. të trurit. Kapita. Nëse, ideja është që kjo nuk është zgjidhje, domethënë mund të jetë zgjidhje momentale, që unë e kam mundësinë të ta kthej me të njëjtën monedhë, por nuk të le ty në paqe me veten tënde. E kupton se Dofi ka qenë njeri që i ka vujt gjona të shumë, domethënë si karakter që ka ndërtuar ai. Sepse Dofi lidhej më shumë emocionalisht se sa që lidhej Corazoni me familjen. Patjetër. Kjo është pak por e vërtet. Corazoni kishte këtë që nëse kishte një lidhje me dikë, sakrifikonte jetën për të, po edhe ky Bobi nuk është e bënë më pak. E kupton? Tha me familjen time tha s'vej asnjë. Por që unë jam me këtë, pastaj kur kullofem jam me Corazonin. Ne, unë jam me Corazonin, po kur jo kullofem, po hiton, bëhem me këtë. Nëse pa, do të mësoj shoku. Do mësoj një tjetër, nuk do ndryshojmë rolet. Ca teknika meditimi. Edhe dikush është e bukura, pastaj bëj publicitet. E bukura është që Corazonit i ka dhënë një frut. Heshtjen. Që të shisa e përshkruan karakterin, më orë të veshmër. Dhe të thënë të rish të diskutosh për diçka tash si dalin këto vetë tash që ka kriju dy vëllezër, të dy të pastër në shpirt, se edhe ky nuk ishte i keq. Jo fare. Të dy të pastër në shpirt, por thjesht mënyra se si këta i shikonin gjërat ishin komplet të kundërta. Njoni shtrydhej vete për momentin për të duru, po të paktën të nesërmen jetonte në paqe, se hikte ajo gjoja, dhe tjetri shtrydhej prapë në vete, se si çohej nesër mëngjes, do t'ja bonte jetën malore këtij tjetrit, e kupton? Tash çfarë do zgjidhni? Doni me zgjedh paqen, heshtjen, apo doni përfutnonin burg si ky? Ai vdiq rreth me të pas, po. Corazoni, po. Po vdiq për i qëllim shumë më të lartë. Po, dakor, po i fusim publicitet nëse kemi dhe orë për diskutu. Eksakt. Kështu që shifna pasaj. Shadow Clone. Më them më kthym nga ky publiciteti. Më kthym lajë po. Mos u fajfshi. Uf. Më them të qëndrojmë pak te Dressrosave. Qëndrojmë. Se ka aq mesazhe të forta. Super shumë. Do të kujtoj sken që nuk e di domethënë. Dressrosa ka qenë për mendimin tim. E di që do na kryqëzojnë këta Marineforca dhe çfarë. Unë i pare. Për mendimin tim është literalisht arku me më shumë mesazhe. I ke gjitha, skllavërim, drogë, shteti, se literalisht e Dressrosa tregojnë komplet se si funksiononin strukturat e këtyre. Po. Këto? Elitare. Është ajo skena. E skena fundit pa që me Dressrosa. Këta që thonë ju libër lexuesit Shakespeare-sat që çka Romeo e Julieta, vdekja më tragjike e historisë. Ai vlla që martohet me atë gocën e mretit. Edhe vdes ajo. Ky bëhet kukull, se kukull ta këtë, edhe i vdes Ndorë, po. Ti thu për këtë. I vdes në dorë, edhe ky ishte kukull. Ky ishte kukull, edhe ky nuk ndjente dot as temperaturën e kësaj, vlla, se ishte dru, a kupton? S'ndjente, ai ishte ftohtë, ai ishte nxehtë. Fal. Do të them mund ty një ndër tjerat më të dhimbshme. Ai tipi që ishte beb. Ndonjë që u maskus, që u bë kështu me veshje bebi. Se harrova emrin. Senjor Pinku. Mo vlla. Do priti herë, të marrëm këtë se do vim të shpjegoj. Kete Senjor Pinku do të thënë nëse doni mesazhe të forta, ky për mendimin tim është masterpiece, valla, se ky u detyru pastaj. E para punës herë ky dhe gruaja që u martuan, shikoj si fillon historia. Mesazhi këtu është që një stres e lartë nuk mund martohet me stres të ulët. Teknikisht po. E kete Prince Harry, vlla, që i dolën kundra të gjithë, i thanë ti do bësh dethrone, vlla, nuk mund martohesh me këtë tjetër, thjesht sepse kjo nuk është royal blood. Domethënë e detyruan që ose do jesh pasardhës i mbretit, ti Cluffit që është tash i Williamit, ose
vazhdoi jetën tate normale dhe ai zgjodhi që të vazhdonte jetën e vet normale. E kuptoj, është prap lidhje paralelizim me historinë që ne po jetojmë për ditë. Patjetër. Edhe ajo i tha teatrit, di si puna ballë po. Po ikit jetoj me i katon me kët, e kuptoj të bëj familjen time. Edhe e bukra është se kjo bë për, domethënë kjo ideja e mos lejimit të krijimit të familjeve me shtresa më të ulta nuk ishte as për këta të familjes. Ishte literalisht për popullin, për këta tjerët që i shihnin, e kupton? Sepse këta nuk i lejonin. Ndërkohë ky i Jati, që ishte mbreti, ja harrova emrin, ky shkonte fshehurazi kur i lindi mbesa dhe shkonte takonte fshehurazi gjithkohë, ishte super i lumtur dhe super dakord. Deri në momentin që vjen Dofi, pastaj e bëri ç'bëri, i kontrolloi gjithë, i shtypi, i preu, e kupton? Kjo është pra një ndër gjëra. Për shembull, çfarë është ajo? Shiko pa kukullat. Çfarë personifikimi ka kukulla? Po ta marrësh, ata ishin marioneta. Po. Pra kontrolli absolut i Dofit dhe heshtja. Ata nuk flisnin dot. I fshiu memoriet në valla. Sakt pra. Domethënë këta nuk flisnin dot, nuk e kishin të ndaluar që t'i flisnin këtyre, domethënë ishte thjesht e programuar në atë mënyrë. Disa kukulla edhe humbën kujtesën fare. Patjetër. Domethënë ky ishte një ndër shumë pak ose ndoshta vetëm. Shumë pak që nuk i kishte kap ky aftësia e devil fruitit që kishte kjo tipja që të runin kujtesën e vet, se shumica ishin sklever total. A kupton? Nga ana tjetër edhe këta që nuk u bën kukulla ishin prap sklever sepse ju ishte fshi kujtesa. Shiko ti e ke pa një film shqiptar që është rreth i kujtesës? Nuk i di me emra, por mund të përshkruash një që e fusin brenda një makinerie dhe harron emrin e aktore. E bën kjo Marita Larja. Nuk më kujtohet, do të rrekoj. Eksperiment gjerman pra. Që i bombardoni me dritë dhe me zhurmë që kjo humbiste kujtesën. Më duket se po. Ja të ta tregoj unë ndërkohë që të flas, nuk është problem. Margarita Begolli ka pas domethënë personazhi, aktoria. Nëse ideja është që këta i skleverun, e kuptoj, si këta që i bën kukulla, që i fshin kujtesën. Jo, këta që u bën kukulla e kishin kujtesën, po e kishin të ndaluar, domethënë nuk i nxirrinin dot fjalët që ti thonin që un jam burri jot ose babi jot, e kuptoj? Patjetër. Thjesht i kishin lënë që ditën këta të rrinin me familjarët e vet. Familjarët e këtyre nuk e dinin që këta ishin kush ishin. E kuptoj? Ama në këtë lloj niveli e çoj sklavërimin e. Ja, ky film që se e mban mend. Po, e kam pa. Me këtë aktorën. E di, e kam pa përcitësi, po. Domethënë, ky është një eksperiment gjerman që u bë atëherë për të humbur kujtesën. Pra, ti si më thon, tash supozohet nga filmi se nuk e dim sa reale është, nuk i kam informatat eksakte, por kontroll absolut pra. Kontroll absolut. Po ti shiko, unë mendoj që edhe One Piece nuk është se ka. Shiko pak çfarë bëri Dofi. Mos harro diçka, Shiko pak. Dressrosa. Po. Furnizonte dhe Island Cake-un. Cake Island, ha? Cake Island. Me ëmbëlsira. Po. Po këtej kishte hyrë në marrëveshje me Cezarin Dofi për të furnizuar dhe kajda me slime. Po. Me Smile Fruitin. Po. Smile, se thash slime. E kupton domethënë ç'a lloj. Edhe kishte marrë këta që ishin ta dvejlit. E kupton? Këta i kishin marrë dhe i kishin bos clever. I kishin thënë që do vish tu dhe do kesh një jetë më të mirë, ata shkonin dhe s'ktheheshin kurrë më. I shulli Gallatës te Pinoku. Po. A kupton? Domethënë shiko se ç'a bëhet. Po pra, Pinoku është referu diku tjetër që ka qenë diçka tjetër. Edhe këta po referohen diku, ajo është realiteti që refugjatët më sot. Po. Refugjatët sot kësaj dite. Po diku tjetër. Sot, domethënë deri dje shkonim ne diku tjetër, sot olla po dalim rrugë dhe po shikojmë refugjatë që po vinë në Shqipëri. Çfarë po ndodh? Po, kjo pra është ajo përmbysja politike, po edhe shoqërore. Po. Shtresa, lufta e klasave që ka qenë dikur në komunizëm e këto të tjerat. Kjo është konkretisht. Po të marrim për shembull këtë, kalim te Senjor Pinku pak, do thosha unë. Çfarë bëri Senjor Pinku? Senjor Pinku detyruar të punonte me Dofi. Po, detyruar. Po. Zgjodhi deri në fillim, por pastaj ishte detyruar sepse nuk largohej dot më. Është si puna këta që futen në biznesin e drogës, më gojë. Ju gerrim, po nuk del dot kollaj. Është vërtet për dal jashtë, po. Eksakt.
sepse ti di shumë. Dhe gjaj je gjithkohës i survejum. Po. Pse ti mendon këto, për shembull në Amerikë, të isha agentët e CIA-s që dalin pension, ti kujton se marrë jeta atyre Jo, atyre. po shiko, po ajo Sidomos agentët e kundër zbulimit apo spionazhit që imagjino janë këta që kanë qenë me shtetin, lema këta që pikërisht pra në komunizëm për shembull. Ti e ke pas të sigurimit të shtetit. po këta vrisnin veten nga mbrapa. Eksakt, pra ti mbarojshe ciklin tad, ai tjetër që e mburoi ministër të përdishte ty me të njëjtat metode që ti kishe përdor me tjerë përpara. Po shiko, Senjor Pinku ka për mendimin tim futet e këto një ndër historitë më të dhimbshme të burrave që këti nuk kujtohet fiks, ma kujton që ose jam gabim, kjo Humbin fëmijën këta. humbin fëmijën dhe kjo ngel me trauma. Po. A kupton dhe bin në një gjendje që nuk reagon, ishte gjallë, por nuk reagonte Po, fare. e vërtet. E kupton, edhe ky shkonte për ditë, ishte me dofin, edhe shkonte për ditë te kjo që të gjente një mënyrë që ta Ose kjo e zbulon që ky merret me këtë lloj punësh. Po, edhe ai ishte aty në momentin që kjo ndodhi problemi me fëmijën. Po, edhe ky shkonte për ditë dhe provonte nga gjë të re që kjo, domethënë sakrifica që bënte ky si mashkull kundrejt kësaj që të gjente diçka që kjo të reagonte, a kupton se ra në një stad jo koma, se ishte me sy hapur shumë vetëdijshme, po thjesht paralizë. Nuk ishte aty domethënë. Edhe shkon një moment dhe çon kështu gjonat fëmis, e kupton? Nuk reagon. Jo, vendos atë. Po pra, nuk reagon kjo dhe pastaj ky vendos atë kapuçin që ishte ajo. Fëmijëve, po. Edhe kjo lëvizi pak. E kupton se ky ditë për ditë pastaj vetëm shtonte në gjë dhe u vesh në këtë lloj mënyre që t'ia tregosh dikujt kështu thonë, "Ah, ç'është ky karakter idiot." E kam thonë dhe unë njëjtën gjë, më duk shumë idiot kur e kam pa approachin e parë, kur kam pa historinë, pastaj literalisht kam qenë gati me qajt. Jo, kam qajt. Unë që me dal kokra lotit dhe unë është e kupton? Edhe ka qenë një ndër historitë më të dhimbshme sepse kjo ndodh me Odën që çdo karakter i ka dhënë si të mirë, si të keq, si neutral, i ka dhënë një histori brava. Një backstory, edhe e bukur është që çdo karakter ka atë backstory-n e vet dhe çdo karakter ka nga i hall të ndryshëm që janë hallet që ne jetojmë për ditë. Po patjetër. Ti po del po shikon në mos gabofsha pas një lajm para ca kohësh një që ishte kap në Itali, që ishte kap me drogë. Edhe ishin thënë këta të gjykatës pse e bone. Edhe i thot ky e kam bëu për filan arsye se i me mën në Shqipëri ka një smundje super të keqe dhe më duan shumë lek. Nuk ja lypa dot njerëzve se s'di e kujt jam merja dhe jam detyruar të hyj kësaj rruge me idenë që do i bëj shumë shpejt. Kam qenë punëtor llaçi alla më përpara, kupton, literalisht punoja argat. U detyrova të boja këtë lloj gjoje sepse halli më shtyu ta boja. Edhe ai u fal nga gjykata. U falë vëlla se sinqerisht e panë që ky ishte hallexhi, nuk ose po e bonte këtë se donte të blente makina, shtëpia, prona, kupto, nuk ishte kokë droge. Se mund të ketë bërë shumë gjëra të tjera, çfarë rëndësie ka po. Thjesht e falën. Edhe Senjor Pinku kishte të njëjtën histori, ky u detyrua vëlla që të bonte këtë lloj gjëje, nuk ishte i keq. Domethënë, për mendimin tim nuk ekziston ky koncepti i mirë apo i keq, dhe jam shumë dakord me Dofin që thotë në momentin që dikush fiton një betejë, është ai që vendos se cila është e drejta dhe e gabuara. Kishte shumë të drejtë. Se më thuaj pak, nëse nëse nuk do hyjmë atje. Më thua. Nëse të Marinefordi do fitonin piratët. E kupton? Do shfaroseshin gjithta të tjerët me Kizaru, me Çanta, e kupton? A do vendose e drejta të piratët, do thonë që këto vëlla bën gabim që vran dikë që s'pa ti bësi gjë të keqe, se ai s'pa ti bësi lloj gabimi përveç faktit që ishte pirat. E kupton? Domethënë ishte djali Goldroxhi. Po, dhe ishte domethënë ky po gjykoi për veprat e jatit që nga ana tjetër dhe i jati nuk ishte bësi lloj gabimi. E thot një shkrimtar shumë i famshëm nordik, është një ndër autorët e mi, mos them ndoshta i preferuari, e thot në një libër hijet është Henrik Ibsen autori, hijet, thot gabimet e etërve bien mbi bijt. E thot këtë gjë dhe është shumë e vërtetë. Për shembull, pse në rast edhe me bankat kështu funksionon për shembull. Nëse vdes babai dhe ka një kredi e trashëgon i birit. Po. Por që logjika e kësaj gjës është që
Asnjëri prej këtyre dyve nuk ishte bërë si gjë të keqe. Çfarë bëni Rogeri gabim? Shiko, Ha, gabim nuk mund ta quash, pra kjo është ideja, sepse varet se si e konsideron tjetri. po pra, po Ai çfarë që bëni kërkon gabim? kontrollin absolut, çdo gjë që nuk ja mundson atë kontroll për të është e gabuar, ose që i bëhet pengesë në rrugë. Ore, çka ka bërë Lufi gabim deri më sot? Ka shpall luftë shtetit. Pse? Pse? Pse i shpalli Lufi shtetit? Sepse pengon për qëllimin e tij, për të arritur qëllimin e tij. Kontrollin absolut. Eksakt. Do të thënë, ky po del tani. Kontrollin absolut siç e përshkruan, domethënë pjesa e piraterisë dhe luftit, sepse nga ana tjetër, sipas predikimit të palës tjetër, Po, është mbarvajtja dhe paqja. Ruajtja e paqes. Domethënë, Nga dy perspektiva. jo, okay, dakor. Se si ti je shef. Shiko, okay. Të ti zgjedh ta shohësh gotën gjysmë bosh, unë zgjedh ta shoh gjysmë plot. Ajo është 1/3 nga gjithë Po krahat. s'ka rëndësi po. Ajo është çerek plot dhe 2/3 Edhe te çerek bosh. Po nejse, jam realist. Ideja është që ore, unë nuk jam që të bëhet anarki, e kupton? Patjetër. Që dalin gjithë piratët edhe të talshojnë pa dur. E kupton? Ka një rregull. Më pëlqen fakti që Edhe në botën e piratëve ka rregull. po pra, më pëlqen fakti që governments arritën bënin këtë paktin me Seven Warlordsat, e kupton? I dhanë liri këtyne dhe i thanë, o vlla, unë për shembull, si government, unë mund të merrem me popullin e thjeshtë që i njoh, që i di ku janë, e kupton, këta i drejtoj unë. Ama me piratë, se nuk ishin gjithë piratët mirë, ti më Patjetër. Se çoheshin edhe disa tjerë si Bellamy me shok për shembull, që donin thjesht hanin e sufllaqe pa lekë dhe shkonin terrorizonin në vende të ndryshme. Njëti gabim pam edhe te episodi i fundit i terrorizojnë këtë UFO burgeri. Shkojnë atje i marrin burgera falas. Ashtu dhe ja shesh në temë. Të keq, më ke mu këtu I futën thamë, i tha ky ma bëj edhe Bartolomeo, ja, sta kono, tha, ma bëj që ka të grend lagë, se kam çunat e vete. Ai s'ja boni, bam, i derakta. Erdhi puna. Erdhi shansi, pastaj tha, ku ti biti më qen. Na dha pi 7-up du. Helmo, gromsi. Nese. E kupton, kjo ndodhi edhe rastin e fundit, që nisën për UFO burger dhe hangën burgerin. Kështu është dhe kjo muhabeti. Kështu që janë dhe këta dhe janë të detyruar këta warlordsat që ti mbanin kontroll. Po nga ana tjetër, unë mendoj që i vetmi problem është shumë relative si gjë, sepse edhe te piratët për shembull ti kishe këto jonkot, që ishin këto, nuk e di se si përkthehet anglisht, harrova. Perandorët, që ishin literalisht piratët me më shumë pushtet, se nuk mund të thush më të fortit se ke bagin zot bëje marr, po nejse, ishin piratët me më shumë influencë, me më shumë pushtet dhe me më shumë territore që mbroheshin nga piratët, se te One Piece ti ke diçka, ke territore që mbrohen nga governments, ke edhe territore që ti e di shumë mirë dhe governmentsat e din shumë mirë, shteti e di që mbrohen nga piratët, por prapë nuk i cënojnë sepse e din që janë safe zone. E kupton? Nga ana tjetër, ti ke Kaidon që kishte kap komplet Japoninë e One Piece-it. E kuptoj, kishte skllavëru. Po kam vetë për të diskutuar episod tjetër, se shumë e gjatë. Patjetër. Edhe ideja është që ishte një disbalancim, se e mira dhe e keqja ekzistojnë gjithmonë, edhe unë mendoj që në disnivel do thoja, por mendoj që do bëhem me anën e shtetit, le të themi, për të vetmen arsye, sepse këta e donin megjithënë të drejtën, kurse piratët donin lirinë. Atëherë. E kupton, kjo është diferenca. Piratët Piratët thonin të bëj unë çfarë dua, në perspektivën time, edhe këta që vijnë pas meje të bëjnë çfarë duan këta. E di ku është, po pacën në privatësinë e tjerëve. Eksakt. Sa do ta thosha, më dolën në atë që do perifrazoja. Mirë, po flasim. Nëse flasim për demokraci, po të marrim termin e pastër demokraci që në realitetin tonë nuk ekziston. Ata që ka qenë Greqi dikur? Po, vetëm Sokrati e ka pasur atë idenë e pastër. Idenë se pra, s'ka ekzistuar ndonjëherë demokracia. Eksakt. Kjo që kërkojnë pirateria, pra po flasim është demokraci. Pra, ti bën vërtet çfarë do,
Por ka konsekuenca, Po, pra, pa ka që pasoja. të Ka drejtat pasoja, e sepse dikujt. Belamini ongri soflaqen edhe burgerin të ufë burgeri, shumë bukur. Po, Shkoj i Ralufi. po Bam. shkoj era Lufi tha priti sekond tha. Se. Unë tha kam bërë gjithë këtë rrugë tha, erdha Të ongri burger edhe... Jo, ky kishte ardhur me ide tjera. Ja. Ky tha unë kam bërë gjithë këtë rrugë tha për të hapur dyqan këtu. Pra. U drejtu i tha Belemi tha këtu tha miku tem tha, unë ja 4 filiale i kam hap deri këtej nga kam ardha, tha. Hapen ne deri këtu tha. Exact. E ni tha aty në çunave aty, që ta dish ti. Meqense sa pa e hapin, e kupto, keni gjitha 25% ulje. Po jo, kjo ndodhi te Island, dhe kjo të drejt Ku? te Dressrosa. Në dres, po. Mos e ngatro. Po. Mos e ngatro. Aty ishte filiali kryesor. Po, mund me kishte ardhe furnizim, këtë qerri vogël kishte sjellë furnizim me Funko Popsa. Ca ne i la neve peshjesh? Jo, po ne i morëm me ulje. E pra, kupto? Edhe i tha Dofi, Lale, si e ke synin? Do ta jap me 25% ulje apo do ta jap me 5 syve? Edhe ky i tha, si bëhet me 25% ulje? Tha, si ta marr? Që baba fut atë kodin se e din ata që po flasim neve këtej mrapa, tha, i shat do 25, ma bë këtë ulje. Edhe e ke dhurat për me e tha, i amballazhin të bukur, i tha Dofi. Ta lidh me fjongo vet, ta qelisi. Lidhe me të stringset e tu. Pra. Fije që ta dish ti i kishte morë të ambastiqarti. Se i kishte lëm pa maru, do më thënë i porosi i pelerin tjetër, se kjo roza ishte mërzit. Edhe tha, u kryen gjithë, o lene, qatë ka të prusifije, ma epi qikë që më duhet me i boj dhurat këte mrapa, e në qeku ja kryu. I bon edhe i bluzë dhurat, po si ja tregoj. Pa, nuk i vinte Dofi të. Jo, i marroj shirit i kamerës, vajtë e që se registrojët. Dofi tha, ma bëj lë, kjo e kështë bosë, e veshi ai pas. Mr. Pingu. Jo. E veshi ai u bur me Brina, çka ka emrin ai? Me Brina? Ai që rritet me këtë që shpërthajnë të gjithë kohës. Ky Delingeri. Jo, Delingeri, po. Ky Delingiu. Delingiu. Çaj me profesion çoban. Nëse. No. Për te këtyre humoreve, fije, ku dëgjon ulje, hapni syt se si gjeni për ditë, po. Unë them që i gjithë qëllimi i One Piece-it është që të ketë dy mesazhe të forta që nuk piqen kurrë me njëra tjetrën. Kjo do të thotë, shteti do, i themi shteti këtu në government, shteti do drejtësi edhe sipas mënyrës vet, edhe paqe. Piratët duan meritokraci edhe bashkim. Domethënë ideja e gjithë piratëve është që pse duhet jenë këto ndarjet, jo po shqiptar, jo po turk, jo po italian, jo po ku dëgjon këto me radh, kur jemi të gjithë njerëz. E kupton, mos të ekzistojë kjo ndjenja e racizmit, kjo ndjenja nacionaliteteve, persekutimeve, kjo ndjenja, jo persekutimeve të vrarë, persekutimeve kështu, gjykimeve. Kjo ndjenja e ku diun bullizimeve që u bëhet njerëzve, as shteti se donte si gjë, e kupton, po në mënyrën se si e kishte ndërtuar drejtësinë, e kupton, i kishte nda ku dëgjon territore, popullata, çaj thon këtyre valla. Nëse kur të vi do ja them. Çfarë do më thonë që ta di? Po, ta di, unë çfarë do me thonë. Mos ta vesh. Këtyre burë që krijohen, çfarë quhet? Grupimeve që... Grupimeve, jo. Nëse do na haj 5 minuta se të kujtoj. Nëse nuk ka nevojë, kalo se ja arritëm fund. Po ka fund. Edhe ideja është që të dyja janë për mendimin tim deri këtu kemi arrit ne, të dyja janë të paplotësuara, sepse shteti donte drejtësi vëlla, por nuk kishte mundësinë që ta vinte drejtësi në çdo vend. Edhe gjykimi i drejtësisë që bonte shteti tek ta ishte i ndryshëm nga çdo hierarki. Për shembull, Garpi e mendonte drejtësinë ndryshe. Shiko, o vlla, është çështje perspektive, këtë nuk arrin. Pra, po nuk i gjeje dot me një mendje. Eksakt, po ai planeta thot Dofi që o vlla ai që fiton e shkruan sepse nuk do bien kurrë në një mendje. E di ç'a mendoj unë. Domethënë unë mendoj që bota dhe kjo që ne jetojmë sot duhet kontrollohet vetëm në Europë. Domethënë ajo është komunizmi që kërkon ti. Jo kontroll absolut. Por që duhet jetë vetëm një
që është më i hired se gjithë të tjerët, që ka, domethënë ka të balancuar. Ore, literalisht duhet vetëm një opinion vëlla, se po u bën 2 3 5 7 Kjo do bëhet kur të filloj dita të bëhet me 72 orë. Nëse ajo s'bëhet asnjëherë, po pra. ideja është është e pamundur. Po at some point, sepse ky robi ka edhe këta tjerët mrapa që janë të vetit. E kam llafin në nivel për shembull ajo që po diskutonim çfarë, që i hoqi Irani, po s'do Amerika tash. Po t'ishte një për shembull hape vëlla, s'ka luftë. Po ore, luftrat do ekzistojnë për herë, por do ekzistojnë se ka lind me njeriu. Por duhet ti ke që nga fillimi i historisë njerëzimit, vllavrasja e parë, vëlla, e kam thënë dhe më përpara. Po, brenda një gjaku, 2 vëllezër, njëta nënt dhe baba, fund ditës për toka. Thjesht jo me çtokë, se është thjesht budallika ajo që thon. Ti më dëm më shumë se këtë. Po pra, po nitë për toka pse shqiptarët. Për 1 metër tokë, ku do shkosh? Kjo, shiko, e di që mendojnë Erlin. One Piece është literalisht jeta e përditshme që ne jetojmë. Domethënë një hall që ke ti, se kam unë, se thash e ke. E di pse mendojnë se është One Piece titulli. Unë e di. Unë e di për vete, por nejse. Domethënë unë e di dhe jam shumë i qartë që ai do jetë përfundimi. Okej, ta bëj skandalin, ta plas tu se qa është vërtet One Piece. Plase. One Piece është